kemi luftëtarin e madh, fuqishëm, gladiatorin e shqiptarëve, avokat Altin Goxhaj. Mirë se erdhe zoti Altin. Mirëmbrëma. Edhe një përshëndetje nga ne, nga zona e jonë e Gjermanisë. Ne jemi në zonën e Dortmundit, që ne kemi dashur të kontaktonim, të bashkëbisedonim, sepse pyetja ime tash del direkte me që u lidh kjo mohabeti i Dortmundit. Si ja ke dal ose si ja ke bërë për shembull të kesh kontakt për shembull me emigrantët, nuk po them Gjermani, por për shembull zonën e Dortmundit, një qytet që është për 500.000 banorësh ose rrethinat asaj që shkon gati 1 milion. Ke kontaktu, sepse mua nuk më rezulton. Koncepti i komunikimit tim me publikun është bazuar tek mundësitë reale, fizike, financiare në të cilat unë operoj. Dhe kontakti me diasporën është kontakt 12 vjeçar, që ka të bëjë me rrjetet sociale dhe me disa raste që më çdon mundësia të kem edhe takime, siç ka ndodhur në Bruksel. Ky komunikim ka qenë gjithmonë një komunikim i natyrshëm, i pasforcuar dhe jo për shkak të fushatë. Është një komunikim normal që vjen nga mënyra se si shumë njerëz e kanë parë me simpati, me respekt apo dhe me vërejtje angazhimin tim qytetar. Nuk ka ndodhur asgjë këtë fushatë që të ndryshojë kjo gjë. Unë vazhdoj të jem ai që kam qenë dhe nuk e kam fushatën të organizuar për të filluar takime. Takimet janë normale siç kanë qenë para 10 vjetësh, para 5 vjetësh, 2 vjetësh, 1 viti. Pasi unë nuk besoj që në një fushat mund të mbjellësh gjë, në fushat koncepti është të korrësh. Njeriu korr atë që ka mbjell. Domethënë janë 12 vjet angazhim në rezistencë me këtë pushtet, që ka sjellë si thosh edhe arsyen time sot që të jem në një listë të hapur të koalicionit opozitar si përfaqësues i një partie aleate, Aleanca Konservatore për Shqipërinë, e cila mund të themi me plot gojën e ka marrë vendimin në formë më sper pasi është regjistruar në kam ndjek. Po, ju kemi ndjek, i kemi pa gjithë hapat edhe defektet që ti ke pas. Plus edhe pengesat që ke pas, domethënë për emërtimin, për mbështetjen që ti për momenti doje të mbështesje me një emër të një partie më duket Sazangurit, po zgaboj? Jo, ka qenë një procedurë tjetër, ne komunikuam që në nëntor me zotin Sazangurit duke treguar peripecitë dhe procedurat që ndishnin për të regjistruar një parti politike në KQZ, dhe aty gjetëm edhe për shkak të një historie të gjatë, 4 vjeçare, 5 vjeçare bashkëpunimi që kishim me partinë e Sazanit dhe me Sazanin vet, në gjitha protestat qytetare që nga koha pandemisë së këtej, dhe vendosim që të shkrim 4 lëvizje qytetare bashkë me një parti politike për të ndërtuar një formacion të ri politik që i vëmë emrin Aleanca Konservatore, ku ishte Trump Pra ishte më tepër një shkrirje e 5 grupimeve, po që i garantonte juridikisht një procedurë të lehtësuar regjistrimi në gjykat, pasi siç e dini, para 2 vjetë e gjys, kur ne u përpoqëm të regjistronim një organizatë gjykata nuk dua ta regjistroj. Pra kjo ishte, kjo ishte domethënë një makinacion i detyruar. Ne kemi quajtur strategjinë tonë qeveria bën ligj, populli që shtiqe. Pra. Me aq sa kam kuptuar ishte makinacion i detyruar. Pengesa aty ne kalojmë nga ana tjetër. Po, ashtu është, është vërtet. Domethënë ta them me sinqeritet. Në Shqipëri është ndaluar të jesh kundër Sorosit. Në kuptimin literal të fjalës. Kemi vite që duam të formalizohemi, është e pamundur. Tash më fal një minutë se me që dole vetë ke Sorosi, po para se ta ke Sorori do të bësh këtë pyetje e këtyre personave, domethënë të emigrantëve. Se nuk mund të quajmë diaspora për arsye se nocioni diaspora. Ashtu, nocioni diaspora i përket sepse unë gjoj edhe lexoj shumë, edhe e kuptoj që bëj shumë gabime njerëzit. Nocioni diaspora i referohet atyre komuniteti që rrallën i kanë shkëput nga Shqipëria që nuk kanë asnjë lidhje, nuk kanë asnjë drejt votimi, edhe quhen diaspora. Kurse emigrimi, mërgata, ose si do të thosh ti, ato po për arsye sepse kanë pasaportat, kanë cittadinanцën shqiptare, ose i kanë të dyja. Me stadion Kosova e ka quajtur Ministria e Mërgatës, në mos gaboj. Jo, se Kosova është mërgat ka të bëjë tamam me një lloj migrimi, por ka dhe një lloj detyrimi brenda, nuk është diçka e dëshiruar. Pra, me nda nga koncepti i diasporës, sepse gabimet që bëhen, domethënë diaspora nuk voton për Shqipërinë. Diaspora ka shput rranjët nga Shqipëria dhe nuk ka të drejtë ligjërisht të votojë. Liberalët kanë një aftësi të jashtëzakonshme
për të prodhuar terma kurth. Dhe shpjegja e fjalës diaspor është një projekt manipulimi, është pjesë e agjendës, është gjua e eufemizmit manipulues, që shpjegon George Orwell dhe Aldous Huxley tek konceptet që kanë ata mbi teorinë e gjuhës. Dhe gjuha është pushteti i vërtet i sundimit. Ata ndërtojnë gjuhën për të na sunduar dhe fjala diaspor do thotë që keni hikur dhe s'keni më punë. Zhdukuni. Po sepse fatikisht ligjërisht ashtu është. Pas ligjit. Ashtu është, dhe mund të vjen keq, po ashtu është sepse dikush unë, për shembull që e kam akoma ende pasaportën shqiptare, mua nuk më quhet që dikush më thotë ju diasporë, se unë s'jam diasporë, unë vi atje vit për vit. Pra kam vendin tim, kam pjesën time, kam oborrin tim, kam baçën time. Djafta ka qenë gjithmonë e shkujdesur ndaj manipulimit terminologjik. Ndërkohë e Majta ka pas sistem të organizuar perfekt me të gjitha mjetet përkatëse. Po, ajo e Majta si gjithmonë e Majt ka qenë që kur ka lind, domethënë është formuar e Majt për të manipuluar njeriu, për ta poshtruar njeriu, për ta shkel me kam në thojza, sepse jo me kam, po me kam nëpërmjet shumë mënyra, edhe Majta kjo ka qenë. Prandaj kështu që edhe ne luftojmë pse jemi djathtë, luftojmë për shkak që ta shkelim atë Majtën, që kërkon që ne djathtët ta shkeli ose si na ka shkel. Këto, sidomos këto 30 vite fundit. Ti e di më mirë se ti e. Po shif Gjermaninë. Gjermania është rasti më tipik. Në Gjermani ekziston ekstremi Majt, ekziston e Majta, ekziston qendra, po nuk ekziston e djathta. Ekziston vetëm ekstremi djathtë sipas terminologjisë Majt. Në fakt, Gjermania fatikisht terminologjisë aty na. Ajo është e djathtë, edhe është një djathtë patriote quhet ajo. Për shembull, nuse ime është biologji shqiptare, por është diaspor, sepse nuk ka pasaportë shqiptare. Sepse ka 30 vjet që jeton në Gjermani dhe jo se kam detyruar unë, por ka shku me ndjenjat e veta duke parë, ka shku ka votu AFD-n. Pse? Ka votu AFD-n për arsye sepse ka pa nga ajo Aliçe, që është domethënë presidentja e AFD-s në Gjermani, të vërtetat. Ka pa të vërtetat, ka ngjuar të vërtetat, ka pa atë që ndodh për ditë. Por e Majta është ajo që po domethënë abuzon në ndjeshmërinë e njerëzve edhe në botkupimin e njerëzve, ku e akuzon edhe si ekstrem i djathtë, kur fatikisht duke shprehur pra herë kemi thënë, nuk është parti naziste, sepse në vëllai parë që thush parti naziste duhet dish termin çfarë do të thonë nacionalsocializëm. Nacionalsocializëm është një parti e thekur e Majt. Ashtu, dhe ajo nuk është nacionalizëm, po është një parti patriote, një adhëdare. Këtu është gabimi që bin kurth gjithë njerëzit nga media. Për më tepër që një diferencë e madhe e nazizmit me rrymat e tjera, që janë të djathta as gjithmonë, ka të bëjë me termin e lirisë. Nazizmi është për lirisë, është për kolektivin. Kurse socializëm është i vetmi kamurtar i lirisë në Gjermani. Është fakt. Pranaj edhe sulmohet, edhe njerëzit kanë kurthin e këtyre të Majteve për të 30 vjet, duke filluar që nga Merkel me radhë deri sot. Asnjë parti nga këto, domethënë, nuk është e Majt. Kjo nuk është e djathtë. Po sigur kjo aktualja e partia e Mersit, që thotë jemi të konservator, po unë qesh kur i ngjoj kur thënë konservator, edhe vetë programi atyre quhet që është e Majt, gjithë programi është një program social. Po absolutisht, po këtë rastin e Anglisë, Partia Konservatore Angleze, këtë rastin e Kristian-Demokratëve Gjerman të DUCSU, në të dyja rastet ti shef që teoritë e tyre mbi lirinë janë anti të djathta. Ata nuk e njohin lirinë, ata janë për kontrollin. Dhe këtu mbaron historia, sepse për mua testi më i madh, ajo që bën testimin e pH-it, është raporti që ka me lirinë partitë politike. Unë besoj që liria është testi kryesor, por aty tregon edhe çka më të lartë përgjegjësimi qytetar, kur një njeri vendos të jetë pjesë e një partie si AFD-ja në Gjermani apo një partie si Reform UK në Britani, ka tregon një raport që ai ka me lirinë. Është një raport personal i individit që ka me lirinë. Pra kjo që do i them unë tash i vek ka pak si mas mendimi tim, do të kam gabim. Gjitha kjo formula është formula e globalizmit. Pra ish internacionalja që dikur e shpalosin me forcë sistemi komunist. Pra jemi në atë fazë e
të internacionales, vetëm se kanë ndryshuar strukturën, kanë ndryshuar fytyrën, kanë ndryshuar emrin. Të them një kuriozitet. Po. Ditën që kam mësuar që gjyshi i Karl Marxit ishte njëti gjysh edhe i Rothschildve, u qetësova për të hequr gjithë kontradiktat që kisha në kokë në raport me lindjen dhe perëndimin. Sepse i boshe pyetje vetes, paraj. Po, ka gjë që shkon këtë mes, që ishte e njëjta gjë, bolshevizmi dhe fabianizmi janë dy projekte ose dy izma, dy duar të njëjtës kokë, që është koka e këtij globalizmi të rendit të ri botror, që shpiket nëpërmjet internacionaleve socialiste, nëpërmjet globalizmit në termave të ndryshme, po në thelb është e njëjta gjë. Kampanjë me shumë të bukur që tregonte një gjel që shifte vetëm në një kënd dhome që ishte gjithë dhoma lart poshtë anash vetëm me pasqyra. Dhe shifte veten në të projektuar në gjitha poshtë lart anash. Dhe aty ishin në çdo pasqyrë një emër. Socializëm, komunizëm, bolshevizëm, globalizëm, në fakt ishin thjesht pasqyrime të njëjtës thelb. E bukur edhe kjo. Domethënë ka domethënie shumë të madhe. Pra, nga ana filozofike, po ta lexosh mirë domethënë atë lloj pesazhi, kupton shumë, domethënë pse është bëu ashtu ajo. Okej, Altin. Me këtë mbarum, një pyetje tjetër kisha unë si gladiator i Sorosit, që ke qenë gjithë këto vite. Domethënë gladiator. Një anti-Sorosit. Anti-Soros, më falë, se u shpreva jo i Soros, si anti-Soros, e vërtet. Në fakt, u servi hashtag. Jo, sa bëj është shkruaj hashtag anti-Soros, hashtag Soros. Pse? Sepse terminologjia anti-Soros dhe Soros në thelb ka krijuar një pejorativitet total në Shqipëri dhe kur thon Soros gjithmonë e ka sens negativ. Pra, duke qenë një gladiator, domethënë për shumë vitesh, sa kam pa unë, sa kam lexuar, domethënë gjithë historinë tënde. E thanë në para ca vitesh që Berisha ka bërë një marrëveshje me djallin që është Sorosi. 2005. Po. Edhe janë fjalët e tuaja, po, janë fjalët e tuaja live që ti je shprehur konkretisht në një intervistë në një televizioni. Ç'ne sot ti? Ndofta ma ke thënë dhe herë kur kemi komentuar, kemi shkruajtur bashkë. Ke thënë çështje matematike, por njerëzit nuk e kuptojnë çështjen e matematikës, e shohin bardhëzi situatën. Pra, nuk lexojnë matematik, nuk bëjnë matematik, por thonë ti Berisha, kaq thonë. Pra, duhet të qeni pak më thjesht. Më thjesht, ka një përgjigje shumë thjesht. Unë vazhdoj të jam aty që isha, jam dhe do të mbetem dhe pozicioni ka ndryshuar në atë pikë. Por nuk mund të mohoj dot faktin që nuk jam bashkuar në opozitë, është bashku opozita me mua, në ç'kuptim. Në kuptimin narrativës. Më thënë, opozita ka ardhur në terminologjinë tonë. Dhe duke pasur fuqinë e saj të madhe, ju e dini që sot në Tiranë, që është mitingu i opozitës, Krista Civitas, që është përfaqësues real i stafit Trumpit, në kuptimin më literal të fjalës, ka zgjedhur Partinë Demokratike si partner, nuk ka zgjedhur Aleancën Konservatore për Shqipërinë. Ka një fenomen që quhet fenomeni i numrave, që përcakton betejat politike. Po, këtë jam i qartë. Dëshira, kauzat, të gjitha në fund fare konvertohen në një proces që quhet beteja finale, që janë zgjedhjet, dhe këto kthehen në numra. Ka dy probleme kryesore. Problemi A është partitë e vogla mund të mbajnë në pushtetin e majt, për shkak të matematikës votave. Do të thotë që me dashje pa dashje ti shpërdoron vota për shkak se nuk i kthen në mandate. Pra ai të voton ty, vota e tij të numërohet ty, të numëros në sa vjetëshit, dhe fund fare prodhon lehtësi për pushtetin për të qëndruar në pushtet për shkak se i duhen më pak vota brenda listës vet për të prodhuar më shumë mandate. Ndërkohë ti djeg mandate. Po pak një minutë, më pa deri dyta kam unë gjë. Me që dole ke vjedhja. Ke besim ti ke Jo fare. Ke besim ti, falë ta mëroj, ke besim ti ke ato brylat e Berishës që ti i ke tundu gjithë kohën, si hajdutën edhe vjedhët e si të vje poshti? Nuk ka të bëj me Berishë, ka të bëj me teorinë e listës hapur. Lista e hapur prodhon një luftë dy beteja numërimi. Beteja e parë është midis partive, beteja e dytë është midis kandidatëve. Numëron dy herë fletë e votimit dhe ndahen sipas partive. Momentin që fillon ndahen veç PD-s, fillon numërohet kandidatë.
Dhe natyrisht që unë s'kam asnjë besimi tek askush përveç se ke vetja ime personale, dhe mbi këtë kemi ndërtuar dhe një strategji për të mbrojtur votën tonë. Dhe besojmë këto ditë është duke u shfaqur pak nga pak strategjia jonë ku u paraqit në KQZ dhe kërkesa zyrtare që të gjitha ekranet të jenë live për shkak të një komunikimi të vazhdueshëm që po bëjmë. Megjithatë besojmë që këtë javë do të jetë temë e ditës në KQZ, çështja e ekraneve live, që mund të ftohesh ti nga Gjermania, të gjithë tavollat numërimit, duhet të numërosh vetë votat e tua. Është një mundësi krejtësisht e lehtë teknike për shkak se ka ndodhur një ndryshim atje prej vitesh ku të gjitha ekranet kanë një IP të cilat shikon në KQZ. Mjafton që ky IP të kthehet nga private në public, menjëherë të gjithë ne mund t'i shohim në një platformë, ekzistojnë platforma shumë që e bëjnë këtë. Po i pari KQZ-s që dikur ka qenë në Thojza Ala me Berishën, edhe dikur ka qenë një vegël. I pari KQZ-s është antari i bordit Sorosit, dhe ka qenë pjesë e mjaftit dhe gëndët të nëntës i lidhje. Dhe besim ke ai tash ti? Ti? Besim ke? Jo, unë jam ke. Po si do ja bëni? Po pra, jam ke propozimi publik që nëse ata s'do ta pranojnë, dhe kjo do varet shumë edhe nga konsensusi i palëve midis tyre. Kemi planin B. Plani A është që ka palë me vullnet që duan që të bëhet keq. Sa do fitojmë do duket edhe roli që kanë ata për vjedhjen e votës. Pra ata kanë një presion për të mos vjedhur votën në imazh publik. Kjo i diskreton ata por ta refuzojnë. Plani B ka të bëjë me atë që quhet drafti i templeteve të kallëzimeve penale për numëruesit. Dhe ka të bëjë me një skemë që për çdo numërues quhet ruleta ruse. Do e hajnë sa numërues do e hajnë. Se kush do jenë do ta shohim. Problemi është që çdo numërues do ketë parasysh që kush e vjedh atë votë, sigurisht pas një jave do jetë në kallëzim penal nëse nuk hapet çast. Pse? Për çdo qendër votimi ka një regjistrim që hidhet në hard disk. Po, di. Sipas ligjit un kam të drejtë të marr çdo tavolinë në nivel digjital. Po kthej gjo mbrapsht ajo? Po, çfarë thua ti? Patjetër. Por se historia ka treguar që kanë bërë shumë zhurmë gjithë të 30 vite. Ka të futen burg. Jo, ka të bëjë futen burg të numëruesve, tha. Ka të bëjë burg futen, po votimet s'kthehen. Po mbas edhe kthehen, s'është me vendim gjykatës kushtetuese pastaj. Është edhe me vendim gjykate. Domethënë, ka sa procedura që ne i njohim. A kthehen këtu do ta vërtetoj koha. Problemi është që çdo numërues do di që do ketë një person, quhet Altin Goxhaj, i cili do shohë çdo vot, janë rreth diku 160.000 vota. 180.000 vota, mund të jenë 200.000 vota, nuk e di përën, që do numërohen kokër në kokër nga e para. Sepse sipas ligjit, un kam prova juridike që quhen dokumenta që më jep KQZ-ja në format DVD-sh, digjitale, që janë me video, të gjitha merret me një hard disk me disa terra, hidhen aty brenda të gjitha. Dhe ti kontrollon vetë votat e tua. Dhe thua, më kanë numëruar 30, kanë pas 60 te kjo qendra votimit. Më kupton logjikën. Në këtë moment vjedhja e votës hyn ke krimet që merret SPAK-u, jo që merret prokuroria e Tiranës. Se quhet krim zgjedhor. Dhe këta numërues që do i kapi ruleta ruse, thosh ta zgjidhin me vetën e vet, po është bërë çike rrezikshme sot për numëruesit të përfundojnë në SPAK. Po, e kuptoj. Ligjërisht ti po flet ligjërisht. Jo, po flas me friksim. Un po i friksoj. Hajdu. Jo, ti po më tregon mua, domethënë po më tregon mua, ligjërisht funksionon kështu. Kjo tjetër. Jo, nuk po tregoj si funksionon ligjërisht, po tregoj se çdo bëj unë në Hajdutit. Që Hajduti ta di paraprakisht para se të në presidentin. Ju si grup, domethënë, ju si lëvizje, do bazoni ligj që ta kapni tjetrin, apo jo? Po, e kemi gjetur ligjin, thotë. Shumë për para, edhe unë para u shpreha thash, që ti po shpjegon ligjërisht se si do ta kapësh, edhe si do ta kthesh. Ja shpjegoj Hajdutit, në kuptimin e transmetimit live që bën kjo video, ja shpjegoj Hajdutit që ti vidhova, s'ka problem. Mendo vetëm Qelin. Unë jam gjithë të çojnë Qelin, tjerët jo, po unë kam këtë fuqi. Domethënë, unë jam gjithë ta kap nga të gjitha anët me prova dhe me fakte që ai ka vjedhur. Dhe në moment që ai ka deformuar vullnetin e qytetarëve, ai duhet bëj çikllogarin, orë dia vjedh Altin Goxhës apo s'e vjedh. Se ky shohim fut ke ruleta ruse. Shpresat i kemi, ne dëshirojmë shumë që të shohim si luftëtar në parlament. Domethënë ju në një kolegën tuaj që mos jeni vetëm, jeni 2, 3, 4 në lëvizje juaj. Absolutisht. Po unë ti thash këto, domethënë këto lloj ankesash, sepse i kam gjuar nga njerëzit, sepse kanë pas këty kanë pa jo një shpresë, sepse i vetëm nuk mund bosh gjë, po kanë pa atë luftëtarin me shpatë që del dhe i mbron interesat e tyre.
Dhe kur panë që ti domethënë bëre aleat me te, nuk i hyn matematika se për të pa pse e bëre si e kuptoj. Por i erdhi i ndryllën fytyrën, ndryllën zërin, ndryllën gjërat. Unë jam shumë dakord dhe mirë kuptoj këtë, ta them me sinqeritet. Problemi që do më gjykojnë në datën 12, jo në datën 11. Jo deri në datën 11. Deri në datën 11 kanë drejt të mos votojnë. Jo, kanë drejt mos votojnë, votojnë dikë tjetër. Por në datë 12 jo, lart qoftë, duhet votojnë ty, jo. Do besoj të them shumë sinqeritet, në datë 12 do arrin të më kuptojnë. Pse do arrin të kuptojnë në datë 12, mas në 13, 14. Varet nga rezultati. Pse? Sepse një nga gjërat që mban përgjegjësi një parti politike është roli që luan në zhvillimet politike të një vendi. Nëse do të ishim një forcë me llogari matematike, do na dilte që kemi mbajtur Ramën pushtet, pyetja do ishte kujt i shërbyem? Dhe kjo del nga numri i votave. Tash do ta bëj këtë pyetje. Që ti do shpërdoreje. E dyta, që është shumë e rëndësishme. Nga numri i votave që merr dhe ai kthen këto vota që merr në një mandat përfaqësimi. Pra bësh do të përfaqësues me dështuar shkollaj. Puna është anëzir do të gjën dritë. Pra një parti politike ka një detyrë të jetë përfaqësues e qytetarëve pa kompromis, duke arritur në rezultat. Pyetja është çfarë quhet kompromis? Kompromis është kauza apo është mënyra se si paraqitet betejë? Tani kjo betejë është shumë e thjeshtë. Si është betejë? Ne kemi Ramën që pretendon mandatin e katërt. Në çdo lloj formule matematike, një parti e vogël apo një koalicion i partive të vogla mund të luftojë vetëm Tiranë. Dhe ky është fakt. Që në rrethe ajo vetëm mund të ndihmojë pushtetin që ndrojë aty kush. Pse? Sepse këto janë vota kundër qeverisë, nuk janë vota pro qeverisë. Që do të thotë shpërndarja e votave në rrethe automatikisht prodhon fuqizim të mazhorancës. Dhe numri i mandateve përcakton nëse qeverisë apo jo. Tani një parti e vogël mund të luftojë Tiranë me shumë drejt zotit. Po kur është në rreth, ajo vetëm prish punë. Pse? Se është e pamundur teknikisht, po s'patë një super kandidat, një super frym, në atë rreth, që ai të thithë vota për të zgjerë një mandat. Dhe pyetja është, sa vota e duhen për një mandat? Dhe këtu fillon një tolerancë, plus, minus, kaq, aq, po çfarë do të vëmë fare? Se ne mund të flasim për kauza të mëdha, po kauzat bëhen parlament ose jashtë parlamentit. Po në zgjedhje, të pëlqen se pëlqen është vetëm matematik. Dhe është një matematikë në formula të një kodi të ndyrë zgjedhor që i heq mundësi qytetarëve të përfaqësohen në mënyrë normale. Dhe ne jemi në një ratë të tillë. O do futemi si parti vetë, o do futemi koalicion të vogël, koalicion të madh. Ne kemi zgjedhur atë që ka zgjedhur Amerika. Kemi zgjedhur koalicionin e Partisë Demokratike me Aleanca për Shqipërinë Madhështore që jemi grup partish kështu. Ne kemi zgjedhur atë që zgjedhur Amerika sepse edhe të ndërgjeshëm për kohën e shkurtër për të ndërtuar një parti politike, ku ne normalisht do kishim bërë partinë pa të diçka po zgjedhje, ne jemi po zgjedhje dhe aty ka dalë partia në kuptimin e vendimit të vulës së gjykatës me formë të prerë për shkak të apateve që ishte e pamundur ndryshe, dhe jemi përballë pyetjes a do ishte i pëlqyeshëm surrati jon një ditë pas zgjedhjeve kur ne të kishim ndikuar në rrethe që Rama sonte mandate. Bas edhe në Tiranë për shkak të përqindjeve. Pse? Në Tiranë çfarë ndodh kur ne jemi koalicion me opozitën? Ndodh që asnjë vot nuk shpërdorohet. Madje duhen më pak vota për një mandat. Për shkak formulës elektorale. Dhe e treta që është më e rëndësishme nga të gjitha, ne dim që kauza e vërtet e shqiptarëve nuk është partia jon apo Partia Demokratike apo diçka. Kauza e vërtet është me shpëtu nga Rama. Dhe çfarë do të këtu do të pres. Prit. Çfarë do të bëjnë partitë e tjera? Çfarë do të bëjnë çdo pislëk, çdo ndyrësi, çdo adultik, çdo korrupsion? Ata nuk janë në gjendje të bëjnë më shumë se një demokraci të keqe. Po diktaturë s'bëjnë dot, sepse janë të pafuqishëm, të papushtet dhe mbi të gjitha me një kohë shumë të largët nga krijimi i fuqisë tyre në treg. Mos harrojmë Rama nuk e vendos diktaturën me ditë. Kur unë jam arrestuar në vitin 2014 në tetor nga Rama, bëri një një lajm jashtëzakonshëm gjithë Shqipërinë. Ka marrë Ariançani 50 minuta intervistë në zonë Plir, që natë ishte emisioni më i shikuar në Shqipëri. Sepse u çuditë si mund të arrestohet një aktivist. Mas 5 vjetësh, as për bënde as për mua lajm kur arrestohesh. Ishte mbush burgjet plot. Dhe koncepti është që diktatura nuk vendos lidhje, as Enver Hoxha nuk e vendos lidhje. Që do të thotë, çfarë do ne të diskutojmë këtu? Ne maksimumi të keqes që mund të kemi është demokraci e keqe. Po jo në diktaturë, është e pamundur. Shqiptarët do shpëtojnë nga ajo që nuk i lënë me marr frymë se kanë frikë njerëz me folë në rrugë, me bëj like Facebook. Janë të gjithë kapur, nuk ka një parti politike që të pushtet. Është një shtet që ka gëlltitur partinë politike dhe një parti që ka gëlltitur shtetin, duke prodhuar të dyja bashkë një kimer, një pushtet absolut që është një hierarki e plot e kapur nga Sorosi. Prap, qëllimi real i kryesëzgjedhjeve është një referendum me heqë Ramën. Dhe në këtë logjik
ti duhet gjesh rolin tënd më eficient që ke mundësi për ta bërë. E para, e dyta, keni parasysh që e gjithë opozita sot përdor narrativën që ne kemi ndërtuar në 12 vjet. Popullimi, Sorosi, agenda kështu më radh. Po, i kam parë, i kam lexuar. Po. Problemi që ndron që fuqia për ta aplikuar këtë lloj narrative dhe për ta prodhuar rezultat, koha ka vërtetuar që ka qenë e pamundur për të ndërtuar një formacion të madh politik, një pjesëmarrje të madhe qytetare. Për 1 milion arsye. Në këtë betejë, kur ti je duke luftuar dhe shef që lufta është vendosur diku tjetër, ku realisht lufta është vendosur tek fronti opozitar, dhe ne këtë nuk mund ta mojmë dot, nuk jam unë ai që mund të rrëzoj Ramën. Kjo është një fakt publik. A është kjo opozitë e aftë për rrëzuar Ramën? Këtë nuk e di. Po di të them një gjë, që dobia jonë më e madhe në atë kaos që kemi për të rrëzuar Ramën, mund të realizohet në këtë lloj fronti, nuk bëhet dot në një front tjetër. A jemi ne dakord me PD-n për programin sa elektoral? Jo, nuk jemi dakord. Kemi programin ton, më të mirë se atyre. Kjo është pra femra Akilit. Jo, ne kemi program, ne kemi deklaruar këtë, ne nuk kemi lidhje me programin. Po, me që për me, dakord, po duke mos qenë programi i dur për shqiptarët penalizojnë automatikisht edhe ju duke mos votu atë. Jo duke votu Ramën, po duke mos votu PD-n nga programi që ka. Edhe penalizohesh ti pra. Dëgjoj, programi PD-s është shumë i mirë se gjithë partitë e tjera. Po jo për para partisë tonë, për një arsye shumë thjeshtë, ne jemi të djathtë për vërtetë. Ne kemi program ultra djathtë. Po pra, këtë di, pra na edhe unë ta ne ta bëna unë pyetje. Këtë program s'mund ta bëjmë dot me fuqinë që kemi. Që do ne nuk mund ta kthejmë në program qeverisës, por ne mund të luajmë rol që me këtë program që kemi të godasim një program për ta ndryshuar disa gjëra, për shkuar drejt disa gjërave që mund të jenë sidosh të pëlqyeshme dhe të pranueshme. Domethënë, roli jon është sistem frenimi, shtytje, por nuk mund të jetë një program qeverisës për shkak të fuqisë që kemi. Sepse qytetarët e kanë dorë fuqinë, ata do të vërtetojnë këto zgjedhje. Nëse unë do të shkojmë në parlament apo jo, nëse partia do marrë 10.000 vota që kërkon ligji për të regjistruar si një parti që financohet nga një burime publike, apo jo? Pra nga 2.000 vota që ne te kalum normën që lam. Okej. Se ikë kohë, ikë shpejt, dhe ju ikë shpejt se ju keni aq shumë argumenta sa që jo 20 minuta, po dhe 200 minuta ikën për herë. Dhe që unë të bëj pyetjen në fundit. Po. Se shqiptarët duhet të votojnë ty dhe lëvizjes tuaj. Mjafton që ata që nuk e duan PD-n të votojnë vetëm me emrin tim, pa votuar asgjë tjetër në flet. Dhe ai votë është e vlefshme dhe shkon automatikisht për Aleancën Konservatore për Shqipërinë, që natyrisht pjesë e koalicionit të madh, po shkon si kontribut i kësaj aleance. Dhe nëse do të kenë në parlament, dy gjëra i kanë sigurta. Ose votuan nuk do ketë komision kundër pandemisë. Për tetuar se çfarë u bë me vaksinat, si i vran njerëzit në spitale me protokoll të OBS-s, dhe kush janë pasojat e vaksinave, dhe kush do t'i paguajë këto dëmshpërblime. Pfizeri, OBS-ja dhe për cilën pjesë dhe cilën çfarë. Dhe për më tepër që ajo që është më e rëndësishmja është ne kemi nevojë për një bilans real të vrarëve, familjarëve tas në vran, kush na e vrau dhe pse po na e vret. Diku me protokolle spitale, diku me vaksina. E dyta është që po së votuan, nuk do të kenë asnjë shans që për parë të shohë një komision që do të zbërthejë me detaje 34 vjet agent të Sorosit të Shqipërisë. Nuk do të kenë asnjë mundësi tjetër përveç se po të më kenë mua aty. Po të më kenë mua, po do ta kenë një komision tjetër. Sepse unë i kam gjetur aktualisht shumë kandidat të gatshëm për të bërë pjesë një komisioni hetimor parlamentar, si për pandemin, si për Sorosin. E treta është që ata që nuk më duan, nuk më preferojnë, nuk kanë lloj antipatie që aty ashtu është fiksuar dhe kanë drejtë e tyre çdo kujt këtë mendimin e vet. Unë i them që mos e humb shansin të kesh një altin përballë Edi Ramës në parlament, sepse do jetë një spektakël që nuk do ta gjesh kurrë në Parlamentin Evropian. E besoj, nuk e vend dyshim. Ne kemi filluar këtë ditë dhe ju duhet shikoni spektaklin ton me Ramën. E them spektakël në kuptimin më të mirë të fjalës spektakël, sepse ai ka ndërtuar narrativën me Lulin, ka ndërtuar narrativën me Bufin, por ju nuk keni parë narrativën tonë të Ramës, që do shihni për ditë me zogun e Qyqes, pikërisht e foleja e Qyqes. Shpresojmë. Altin, të falenderoj shumë për kohën që na dhe, sepse e di që je plot domethënë me takime, me intervista. Falenderoj shumë. Edhe do të uroja fat, do të uroja suksese, do të uroja shumë që shqiptarët të mesazhin që dhe ta kenë konsiderat edhe të votojnë për ju.
të votojnë për lëvizjen tuaj, të votojnë për të mirën e Shqipërisë. Falenderoj shumë. Dhe besoj gjithë ata që na ndoqën dhe që harxuan kohë duke dëgjuar propozimet e mia, ofertën time dhe atë që quhet mënyrë si unë kam parë këtë gjë. Besoj se do jetë gaq. Po i garantoj vetëm për një gjë, që të gjithë ata që janë me ne në këtë lëvizje të re politike në Shqipëri konservatore, që ngjan AFD-s dhe asnjë forcë tjetër në Gjermani, unë mund ta them me plot gojën, kemi qenë të gjithë dakord me këtë zgjidhje. Ishte e vetmja zgjidhje për të likuar për të mirën e Shqipërisë. Do na gjykonte historia për keq, po të kishim bërë zgjidhje. Shpresojmë dashur, shpresojmë dhe do kisha dëshirë të lidhshim jo shpejt mas votimeve, po një kohë tjetër për shembull për të shpjeguar jo thjesht si shkon votime, po dhe ça katrahure u bë. Shpresojmë që të shkojë çdo gjë pozitive. I dashur, faleminderit, gjithë mira, kalosh mirë, sukses Altin. Ua njoh të gjithë Trimërinë. E di se gjithë secilit nga ju i vlon etja për akmarrje.